kërkush nuk ka përmend me thonë po bëjmë drën të Gjelanit. Nuk besoj që është korrekte të ofendohet iniciativat e lira qytetarëve, me thonë në drënat e Gjelanit. Ti ma kape fjallën dhe rëtlove. Se nuk e kuptaj dorën zemër pse gjatë këtyre të viteve, sidomos prej vitit 2023 kur ka fillu koncepti ose koncept nota për ligjin për industrinë e mbrojtjes nuk ka pas lëvizje. Pra që 3 vjet nuk është bërë ligji për industrinë e mbrojtjes dhe kjo e ka dëmtu secilën iniciativë për dron apo për interceptor apo pajisje tjera, edhe iniciativa vendore, edhe interesim jashtëzakonisht madh të kompanive perëndimore, cilat bazën, baseline nuk e kanë pas sepse nuk ka ligj. Pra, ka qenë një për elementet të qia. Është një çështje tjetër, se nështë kolegët edhe nuk e din. Me të vërtet për me menu për FSK-n që ka qenë para një kohë me folë se atë është ndryshim i madh. Është gabim. Është analogji e varfër. Nuk mund me bëhet analogji. Çështja e dronëve, kur po flasim për dronët, kërkush nuk ka përmend me thonë po bëjmë dron të Gjelanit. Kur po flasim për dron pikërisht do të bëhen me alat ton strategjik, edhe FSK-ja, shteti i Kosovës, jo vetëm FSK-ja, por ka qenë 2 nivele, nivel shtetëror dhe nivel nivel të ushtrisë, janë nënshkruar 2 marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kemi pas, ka qenë JSOA dhe SISMOA. Këto 2 marrëveshje e rregullojnë përdorimin e pajisjeve elektronike. I keni secili. Lidhur me këtë temë, Bes? Fillimisht, nëse ndrohet çfarë do koncepti sa i përket mënyrës se shëmbrojmë vendin, duhet mu bo përmes një rishikimi strategjik të ri, i cili s'o bo prej 2014-s. Nuk e din çka janë bazu, por nuk ka prej 2014-s. E dyta, te prodhimi i municionit dhe ndjetorëve të vendosja ka thonë që një janar ka me prodhu municion, dikun pe i tha nuk i japim koordinatat janë sekret. Është e regjistruar në një intervistë me zotrin Dugollin, e tash po del që po dojnë me bënja hëc, as nuk ja ka nis, e as nuk ka mbikëqyrje parlamentare dhe janë të bërë një iniciativë për të cilën korniza ligjore s'është e përgatitur fare dhe fundi sa i përket drones, nëse dronet nuk janë të lidhur me sistemin ISR apo intelligence surveillance dhe reconnaissance, janë komplet pa shfrytzueshëm, kështu që duhet me pas marrëveshje të tilla të cilat janë publike, nuk janë sekret. Ilir pastaj. Tash këto termat që i kemi lexuar dikon që i përmend termat në hava nuk është në rregull. Ne kemi alatet Amerikan, që është eksperti Amerikan mrena, që punon në baza ditore në FSK, për me bë platformën edhe të mbrojtjes ajrore, edhe të dronëve, edhe të gjitha. Ky është mekanizëm që e ndihmon FSK-n. Nuk është kjo e përmendsh. Sa i përket municioneve do të jenë, ju e keni dëgjuar edhe ministrin maqedonci, është kontrata që është nënshkruar, edhe do të jenë të gjithë hapat në kontratë do të ndiqen dhe municionit do të jetë në Kosovë. Koha, Burim? Shumë shkurtimisht, por nuk besoj që është korrekte të ofendohet iniciativat e lira qytetarëve, me thonë në drënat e Gjelanit, nuk është fjala e një individi apo një iniciative. Tregu për drën edhe për përdorim dëfisht është treg i lirë dhe duhet jetë treg i lirë. Nuk po flasim vetëm për kompani që janë dhe që do duhet jenë sepse nuk janë. Edhe asatos janë, pra pajtomi që është treg i lirë dhe kompanitë private duhet të kenë këto, dhe e dyta që është me rëndësi, është thjesht i lirë, nuk ka legjë. Nuk e keni bërë që të legjë, vëllo. Ligjin për industrinë e mbrojtjes, ligjin për mallat strategjike, nuk ekzistojnë. Kështu në Shqipëni sa mirë ka hesë. Shqipënia ka bë avancim jashtëzakonisht fort. Unë nuk thash që ofendova dikon. Thash nuk bëhet fjalë për drënd, se vetë po e thonin në përmisione që keni bë spektakel me ato. Ata drënë, unë me ka prototip shumë i mirë që mund me ka njëni për tyne. Po e bat, po nëse s'ka thonë, te i ka thonë dikush tjetër. Po ti ma kape fjallën dhe rëtlove. Këto sa ne gjitha kanë me ka. Mund me ka një prototip. Kur kanë me ka? Kur anë ligji. Sigur të shnisë bajarët Borem, ishin ka tash. Që 3 vjetë kene njësë ligjin. Borem. Na kemi njësë me ble pajisje, s'ke pas depo.